Të dashur shqiptar, sot do të flasim për fjalën piruni të gjuhës shqipe, po a dini ju që është një lloj në gjuhën arumune? Piruna. Dhe shumë si është një lloj, si në shqip dhe në arumanisht. Pirunj. A dini pse? Sepse dhe shumë si, ashtu dhe si dhe njëjsi, vinë nga greqishtja koine. Pirunja në gjuhën greke ka dhënë pikërisht shumë si në shqipes, pirunj. Kështu është dhe në arumanisht, pirunj. Pra kjo prapashtesa nia është zvogluar në një në gjuhën shqipe edhe në gjuhën arumune. A nuk është kjo madhështore? Tani, a dini ju që shqiptarët ka qenë njerëz me edukat? Shqiptarët kanë qenë njerëzit e parë, mbas grekëve dhe arumunët, që kanë qenë ushtarët e lashtë romak. Pra nga fjala romak vjen arumun, ish ushtar romak. Dhe arumunët dhe shqiptarët kanë përdorur pirunin, të parët. Jemi njerëzit më të qytetëruar të Europës. Ju lutem, shikoni këtë film dhe shpërndaheni. Piruni është përdorur për herë të parë nga helenët, shqiptarët dhe ish kolonistët romak, që nuk e njihnin çfarë ishte piruni. Merrni frymë thellë. Perandoria më e madhe e të gjitha kohërave, ushtarët e kësaj perandorie nuk dinin çfarë ishte piruni. Hanin me gishtrinj. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Është e pabesueshme. Të vjen për të qarë. Fjala pironi vjen pikërisht nga greqishtja lashtë. Perone. Ky është emër i gjinisë femërore në greqishtën e lashtë. Vjen nga folja peiro. Shqiptohet ndryshe kjo në greqishtën moderne, por në greqishtën e lashtë kështu është shqiptuar dhe ka kuptimin shpoj. Përkon me fjalën shqipe për të shpuarë. Kjo fjalë është shpjeguar gabim në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Për të shpuarë vjen nga greqishtja, peiro. Vetëm kjo fjalë tregon që ne kemi një status autokton. Vetëm ky koncept për të shpuarë, peiro. Kjo fjalë është krijuar paralelisht në gjuhën helene, në gjuhën shqipe. Pse do thoni ju? Unë kam mbetur pa frym kur kam mësuar që çamëria është quajtur arbena. Merrni frymë thellë. Emri çam është i gabuar. Në dokumentat e Bizantit, çamëria quhet arbena dhe kur erdhën slavët, kjo ndryshoi në arbenicë dhe pastaj në arvenicë. Grekët e kanë hequr këtë toponim. Pra çamët mua duhet të më falenderojnë thellësisht nga zemra. Që sot e tutje ata janë arvenë, një lloj si arvanitasit, arvanë. Por emri i lashtë ka qenë arban. Këtë ka thënë edhe Sami Frashëri dhe pas ka patur të drejtë. Jo vetëm që fjala shqipe vjen nga greqishtja lashtë, por grekët kanë bërë një mashtrim të llahtarshëm. Grekët thonë që fjala perone, që i thonin karficës, edhe kunjit, nga folja peiro, pas ka dhënë në greqishtën bizantine pirunion. S'është e vërtet. Nuk është gjetur gjikundi ky emër asnjanës. Nuk ekziston. Është i rindërtuar. Për të krijuar këtë mashtrim, grekët janë përpikur të heqin çdo gjurmë të arbenëve ose çamëve në Hellad. Pse do thoni ju?
nuk ka ndryshime fonetike në greqisht. Të s së shkurtër të kthehet në i të shkurtër, nuk ka. Kjo ka ndodhur në një gjuhë tjetër, ky ndryshim. Nga banor të tjerë, jo grek. Pra perone është bërë piruni. Gjithashtu eja e gjatë, perone, e gjinisë femërore, është bërë piruni e gjinisë mashkullore në gjuhën arvanitase dhe në gjuhën arbene. Kjo është gjuha çame. Sot e mësuat. Nuk ka emër çam. Kjo është gjuha arbene. Nga vjen dhe fjala arben në gjuhën shqipe. Çmenduri. Fjala arben, emër i lirë, është emër çam. U zbulua sot. Dhe tani, emrat femëror Helen kthehen emra mashkullor në shqip, por rikthehen në greqishtën kohën e si emra asnjanës. Merrni frymthell. Nuk ka emra asnjanës të rindërtuar në helenisht, por emrat femëror grek janë bërë emra mashkullor në arbene, në çamëri. Perone u bë piruni në gjuhën e arbenës, po ashtu edhe në gjuhën e arumunëve, ushtarëve romak në Greqi. Është të regjistruar kjo edhe në gjuhë të tjera italike, piruni. Pra ka hyrë në të gjithë gadishullin e Italisë nga arbenët. Ushtar i lirë në perandorinë bizantine pasarse perandorisë romake të lindjes. Vetë grekët e quanin veten Romaikos, që do të thotë si romak. Nuk ka ekzistuar as Hellada, as koncepti grek, fare, që të jemi të sigurt. Tani, çfarë do bëjnë grekët? Pse do thoni ju? Gjuha rumune ka regjistruar variantin femëror. Perone, pirune në gjuhën arumune. Ka regjistruar dhe shumësit. Pirunja të greqishtes në pirunj, arumanisht pirunj në shqip. Mirë po shqipja ka shkuar më tej. Si emra asnjanës, to piruni, më shumës është ta pirunja në greqisht. E pra, në ilirisht ka ndodhur diçka e llahtarshme, e jashtëzakonshme. Forma e trajtë të së shquar ka shkuar mbas emrit. Dhe numri shumës, trajta shquar është pirunjtë. Pra pavendosur ta pirunja dhe ka dalë pirunjtë. Kjo është regjistruar edhe në gjuhën bullgare. E njëjta gjë ka ndodhur. Në gjuhën bullgare pra pavendoset forma e trajtë të shquar të emrit si në shqip. Kështu ka ndodhur më vonë dhe në gjuhën serbe, dhe kjo nuk ndodh në gjuhën slave. Edhe në gjuhën serbe pra pavendoset forma e shumësit mbas emrit. Dhe kështu ndodh dhe në gjuhën rumune. E njëjta gjë. Forma e shumësit i pra pavendoset emrit. Pra ato ndryshime fonetike që ndodhen në arbene, jo çamëri. Arbene. Kështu thonë dokumentet e Bizantit. Pra shtemja arbanëve. Pra grekët kanë hequr 3 herë vendin ku kanë qenë çamët. E kanë hequr 3 herë këtë emër. Ky quhet krim gjuhësor, i paparë në historinë e njerëzimit. E paparë. Pra ku unë ankohem që ne do të heqim emrat grek, nuk do t'i heqim të gjithë. Disa prej tyre, thjesht për të zhdukur atë epshin grek, për të na drilonizuar komplet, për të na kthyer në Labiatan. Pra grekët kanë ndryshuar 3 herë çdo toponim
Arbëresh dhe Arben, që është emri i çamëve. I ka bindur Arvanitasit që janë grek, pa pikë turpi. Arvanitasit kanë frikë ta quajnë veten shqiptar. E pra janë Arban, edhe çamët janë Arben. Pra edhe ne jemi arbëresh. Fjala ilir është sharje e rëndë në greqisht. Illyrios do thotë sy çakër, sy vëngër. Nuk do e përdorim më. Ne jemi Arbanë dhe Arbenë. Arban janë Arvanitasit dhe arbëreshët, Arbene janë çamët. A e kuptoni se sa patriot jam apo jo? Tani unë këto filma do t'i bëj gjithmonë live në TikTok dhe në YouTube, në të njëjtën kohë. Film i pa ndërprer, i pa redaktuar, i pastër, mrekulli. A kuptuat që jam patriot apo jo? Me fakte. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.